Të dashur mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës, në këto 4 vjet e 4 muaj si kryetari i PDK-s, bashkë kemi kaluar shumë sfida, por edhe shumë momente krenarie. Në 3 palë zgjedhje, 2 lokale dhe 1 nacionale, PDK është rritur dhe është forcuar. Unë kam marrë detyrën e kryetarit PDK-s në një udhëkryq të madh, me vetëm 5 komuna në udhëheqje dhe me 148.000 vota në zgjedhje nacionale, me 18 deputet dhe me mbështetje prej rreth 19% në sondazhe. Sot jam krenar me atë që kemi arritur, por kjo nuk është përmbushje ambicjeve tona. Kemi fituar mjaft, por si çdo organizatë politike në Kosovë në botë, kemi pasur edhe sfidat tona. Megjithatë, besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet të ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme.